që këta janë gjithë bashkë. Këta punojnë si një grup kompakt, që këta kanë ndarë detyrat. I kemi thënë përpara këtu, më duket sikur po përsëris vetveten, po këta kanë ndarë detyrat dhe vazhdojnë të funksionojnë sipas gjitha mekanizmave që këta kanë mirë vajisur gjatë gjithë këtyre viteve. A do t'ju funksionojë, kjo mbetet për tu parë, sepse siç e diskutuam pak më parë, ka mekanizma ndërkombëtar të cilët janë vënë lëvizje, të cilët askush nga ne nuk i kontrollojmë dot, dhe situatat ndryshojnë ditë ditës. Gjithashtu vullneti i administratës amerikane për të luftuar deri në fund kundër karteleve të drogës duket se nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshoj. Non grata nuk ka asnjë lloj shansi që të hiqet, dhe do doja t'ju kujtoja që këtë e pata parashikuar unë dhe shumë pak të tjerë, jo shumë të tjerë. Shumica mendonin që me ardhin e Trumpit do të ndryshonte çështja për non gratën, me atë që u mbiquajt pastaj me talli Latifin e politikës shqiptare që erdhi të bëj fushatën, mori $5 milion dhe vazhdon punën e vet në Washington. Asgjë nuk ka ndryshuar. Pra, administrata amerikane ka ruajtur rrugën e vet dhe besoj që do të vazhdoj ta ruaj. Ndaj dhe unë mendoj që çështja është më e thellë se sa Edi Rama me Belinda Ballukun. Paria e Tiranës janë bashkë, janë kompakt, veprojnë bashkë dhe të gjithë kanë një pikë synim, të zhbëjnë atë që është bërë deri më sot nga SBAK-u. Një nga emrat e tjerë të shkarkuar nga Edi Rama është edhe ministri i mbrojtjes Piro Vëngu, për të cilin aludohet se ky shkarkim ka ndodhur për t'i paraprirë një arrestimi të mundshëm nga SBAK-u, duke qenë se ai dyshohet si i lidhur me aferat në portin e Durrësit. Ju në këtë rast si e shikoni këtë shkarkim, domethënë, pse Edi Rama ndërmori këtë vendim për shkarkuar Piro Vëngun duke zëvendësuar po me një ushtar tjetër, po themi të Belinda Ballukut? Sigurisht që, siç e thash më parë, marrëveshja nuk ka të bëjë vetëm me Ballukun, nuk ka të bëjë vetëm me Edi Ramën. Kjo marrëveshje, pra, pikë pari, shkarkimi i disa ministrave është një lloj teknike që e kanë përdorur të gjithë kryeministrat shqiptar të këtyre të Parisë së Tiranës për të fshehur qëllimin real. Pra, qëllimi real ishte që të largohej ajo që quhej molla e sherrit, dhe tani më i hoqi opozitës edhe çështjen e vet me legjitime që mund të kishte, sepse i nxori palar, i nxori zbuluar, i nxori lakuriq përpara shqiptarëve që nuk kanë asnjë lloj agjende. Ja tani që nuk është më e ashtu quajtura Lubi Balluku, me çfarë do merren demokratët e shkret, për çfarë do dalin në demonstrat. Do thonë Ramaik, po Ramaik kanë rreth 7 ose 8 vjet që kanë thënë në leadershipet të ndryshme. Pra Ramaik kanë thënë që në kohën e Lulbashës, kështu që nuk mendoj që i merr më kush seriozisht në këto thirrjet e tyre, le të djegin, le të përcëllojnë gjithçka, ajo nuk i bën më serioz apo nuk i bën më të besueshëm. Mirë, po për t'ju rikthyer Piro Vëngut, sepse është një personazh interesant. Piro Vëngu, me sa duket, u shkarkua për të ruajtur disa aferat mëdha, të cilat gjithsesi në ditët në vijim do të dalin në sipërfaqe, por Piro Vëngu ka garanci të tjera, sepse është një nga njerëzit që ka punuar për shumë kënd, që është një nga njerëzit që ka lidhje me shumë zyrtarë dhe me shtete të tjera jashtë konturave të shtetit shqiptar, dhe fakti që Piro Vëngu ishte ministër për një kohë kaq të gjatë dhe ministër kyç i kësaj qeverie është një skandal i përmasave shumë të mëdha. Po siç e thash, nuk kemi shtet serioz, kemi shtet karagjoz, kemi shtet i cili përdoret nga Paria e Tiranës për aferat e veta kriminale, kështu që nuk duhet të çuditemi që njëra si Piro Vëngu, për sa kohë që kemi pas Flamur Nokën, ministër të brendshëm, edhe Piro Vëngu ka vendin e vet. Njëri shërben Serbisë, tjetri Greqisë, mirë shumë jemi. Nuk kemi probleme nga ky pikëvështrim, jemi të paraspeshuar. Për t'ju rikthyer sërish argumentit që ju nisët të shtjellonit sa i përket raportit të Edi Ramës me SBAK-un, por edhe vetë Paris me SBAK-un,
në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Edi Rama u shfaq i torbuar, po themi në thonjza, si me SPAK-un, po ashtu në mënyrë indirekte edhe me Gjermaninë, teksa duhet kujtojmë këtu që dhjetorin e vitit kaluar, ministri i jashtëm gjerman ishte në SPAK dhe nuk takoi asnjë nga zyrtarët e lartë apo dhe vetë Edi Ramën. Në këtë rast, pse Edi Rama është tërbuar pra me Gjermaninë dhe rrjedhimisht edhe me SPAK-un? Pikëparë njëherë duhet të nxjerrim në pah sa trash gënjen Rama këto kohë. Dhe Rama nuk është njëri që ka dëshirë të gënjej kaq trash, por është detyruar nga situatat që të gënjej kaq trash. Në njërin krah, para shumë pak kohëve, nuk ka kaluar shumë kohë nga deklarata që do të hymë në Evropë. Para shumë pak kohë u deklaroi që do të hymë në Evropë. Pastaj u deklaroi që do të hymë në Evropë, në atë Evropën e dytë, në kategorinë e dytë të Evropës, në Europa Ligën e Evropës, dhe tani dalim në pikën ku flitet me shumë tërbim, siç e thatë ju, kundrejt lojtarit themelor kryesor të Evropës që është Gjermania. Pra, si do hyjë në Evropë zoti Rama, si do ta sipas tij e ka çuar ai Shqipërinë në Evropë, qeverisja e tij, ndërkohë që ai sulmon kaq fort dhe me kaq vrull dhe me kaq tërbim aktorin kryesor që vendos. Sigurisht që ne deri më sot kemi pasur veto nga vendet të tjera, si Danimarka e tjerë, por mos harroj kush që në Evropë asgjë nuk ndodh pa bekimin e Gjermanisë, është vendi më i fuqishëm në Evropë sot për sot, edhe në Bashkimin Evropian. Ndoshta bashkë me Francën, në dualitet me Francën, po për çfarë integrimi flasin këta që vazhdojnë edhe tallen me shqiptarët për të thënë integrimi evropian e të tjera. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, tërbimi i Edi Ramës me SPAK-un është jo vetëm real, por është edhe strategjik. Unë mendoj që i shërben besueshmërisë së tij ndaj sindikatës ndërkombëtare të krimit, ndaj Ballukut, ndaj Vëngut, të cilëve ai ju jep garancinë që këtë herë nuk po flet thjesht përpara grupit parlamentar, se duhet jemi të qartë. Të gjithë kryetarët e Parisë së Tiranës kanë folur përpara grupeve parlamentare, kanë thënë gjithçka dhe nuk e kanë vrarë shumë mendjen nëse grupi parlamentar i ka besuar apo jo. Kanë thënë gjëra të cilat nuk i kanë bërë kurrë, kanë thënë gjëra të cilat i kanë mohuar të nesërmen. Pra, dalje përpara grupit parlamentar nuk është aq e rëndësishme. E rëndësishme është mesazhi që përçohet përtej grupit parlamentar. Është mesazhi që i jepet sindikatës ndërkombëtare të krimit, Ballukut, Vëngut, dhe gjithë atyre që janë të shqetësuar nga ky përparim i SPAK-ut, sepse siç e kemi thënë më parë, drejtësia është limfa e çdo shteti dhe në momentin që Edi Rama nuk kontrollon dot më drejtësinë, atëherë ai bëhet i panevojshëm edhe për ata njerëz që e mbajnë në pushtet. Ata njerëz që e mbajnë pushtet nuk është që e duan Edi Ramën se është as djali i bukur dhe as djali i Zotit. Dhe e duan, e kanë dashur, e kanë vënë aty sepse e ka qenë i dashur për huajt, pra ka garantuar një marrëdhënie me huajt dhe është treguar jashtëzakonisht shumë i aftë për të ruajtur gjitha balancat, për t'i dhënë gjithkujt nga një copë nga torta e madhe e shqiptarëve, përveç shqiptarëve sigurisht, po gjithë këtyre grupeve të ndryshme që e kanë mbajtur në pushtet ju ka dhënë nga një copë tortë. Tani copa e tortës është duke u zvogluar dhe rrezikon të fusë në burg dhe këta i kërkojnë llogari Edi Ramës dhe i thonë që dakor, tani ti je në pushtet, ti duhet të biesh mbi shpatë dhe ti duhet na garantosh që ne jo vetëm që nuk kapemi, por që kushdo që vjen mbrapa teje do të jetë sërish pjesë e këtij sistemi. Ky është problemi i Edi Ramës dhe këtë është duke kryer ai me daljen e fortë kundër Gjermanisë. Unë besoj që do të ketë dalje të tjera, nuk ka përfunduar. Shpallja e luftës ndaj agjendës perëndimore në Shqipëri është një shpallje e lufte tani më e hapur, sepse rrezikohet shumë çka, ju rrezikohet pushteti dhe Paria e Tiranës në mënyrë kompakte vazhdon të veprojë në këto konture. Zoti Roj, si e shikoni sjelljen e Edi Ramës, i cili ishte në bordin e paqes dhe mbajti fjalim aty në mbrojtje të Hashim Thachit dhe vetë luftës ushtrisë shënjtare të Kosovës, dhe më pasi u kthye në Shqipëri dhe pasi mbajti këtë fjalim në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe qasin që pati ndaj Gjermanisë,
Ai bashkohet me Aleksandar Vučić dhe bën një shkrim në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung se projekti për integrim në Bashkimin Evropian do duhet të jetë ndryshe nga sa është ai aktuali. Çfarë po ndodh në këtë rast ku nga njëra anë sillet si patriot dhe nga ana tjetër bëhet bashkë me Vučićin për të propozuar një tjetër integrim në Bashkimin Evropian, teksa dihet se si Serbia sillet me vetë Bashkimin Evropian? Gjysmë me të qeshur, po do t'ju referoj tek përgjigja që kam dhënë herën tjetër që kemi folur bashkë, sepse ishte tamam përgjigje për këtë lloj pyetje. Nëse ju kujtohet e pata parashikuar dhe pata thënë në atë kohë që mirë bëri që foli, mirë bëri që evidentoi çështjen e madhe të komandantëve të TÇK-s, një çështje e cila nuk ka mbaruar dhe e cila vazhdon. Mirë bëri që gjeti një forum aq të rëndësishëm botëror, mirë bëri që ja shfaqi ndukje presidentit Trump publikisht, pra pa asnjë lloj rezerve. Mirë po ky ishte i njëjti person që i thonte vlla Aleksandar Vučićit, që është njëri nga ish-zëdhënësit e Miloševićit dhe një nga njerëzit i cili është marrë me gjenocidin edhe në Bosnjë por edhe në Kosovë. Kështu që përgjigja mbetet po ajo që kam thënë herën e fundit, mbetet e njëjta gjë. Unë nuk kisha asnjë lloj keq kuptimi që zoti Rama nuk e kishte seriozisht. Në politikën e jashtme vlejnë veprimet më shumë se sa fjalët. Nëse do ta kishte seriozisht dashurinë për Kosovën, zoti Rama do të kishte bashkërenduar agjendën e vet me drejtuesit në Kosovë, do të kishte gjetur gjuhën, do të kishin bërë një strategji të përbashkët për bashkimin e shqiptarëve, e cila është tema më e rëndësishme në këtë periudhë lufte. Bota po ndryshon, vetëm shqiptarët duan të mbesin të ndarë në 5 shtete, gjë që nuk është reale, nuk është e vërtet, por qeveritë tona, paritë tona nuk bien dakord për të ndarë copën e kulaçit, dhe për shkak të kulaçit tyre humbin shqiptarët. Pra zoti Rama nuk e kishte seriozisht, politikat e tij nuk kanë qenë serioze as ndaj Kosovës, as ndaj Iliridës, as ndaj shqiptarëve jashtë ateut. Ai forumi apo summiti, siç e quhen ai, diasporës, është qesharak. Është një summit që i shërben interesave të 2-3 organizatorëve që vinë marrin ndonjë tender të fshehtë dhe me anë të atij tenderi mbyllin gojët. E kështu edhe gjithë të tjerat janë thjesht vegla që përdoren për konsum publik. Pra, zoti Rama nuk e ka pasur kurrë seriozisht, nuk i ka dashur kurrë shqiptarët. Është anti-shqiptar, ashtu siç është anti-shqiptar edhe Sali Berisha që përgjërohet për Kosovën, por që në momente kyçe ka vepruar totalisht kundër Kosovës, ka arrestuar Adem Jasharin dhe komandantët e UÇK-s në vitet 90, e ka quajtur UÇK-n terroriste, e të tjerë. Pra, gjithë këta janë njerëz që nuk i kanë dashur kurrë shqiptarët, nuk kanë vepruar kurrë për shqiptarët. Edi Rama ka pas dhënë intervista në kohë të UÇK-s, ku intervista shumë të mira në media ndërkombëtare që kanë kryer një lloj pune, por sapo erdhi në pushtet është sjell si një baron i një çiftligu i cili rrezikohet nga Kosova, i cili rrezikohet nga ndjenja kombëtariste e popullit të Kosovës, sepse në qoftë se do ta merrte parasysh kombëtarizmin e Kosovës, atëherë do t'i duhej që ta zhvendoste vëmendjen nga vjedhja e vet, nga hajnia e vet, nga mënyra se si e ka ndërtuar shtetin për të vjedhur ai dhe shokët e tij dhe paria, në atë që duhet ishte realiteti, që ishte të ndërtojmë një shtet për të shërbyer kombit shqiptar me objektiv afatmesëm apo afatgjatë bashkimin e shqiptarëve, me objektivat të qarta të kohës së mesme, të shkurtër, me aleanca të qarta, e të tjera që të mos zgjatemi shumë më tepër, po do të kishte ndërtuar një ushtri të fortë që të shërbente Kosovës, do të kishte bashkërenduar arsimin, do të kishte bashkërenduar shumë çka. Gjëja më e madhe që ka bërë në këtë pikë është teatri. Zoti Rama luan teatr shumë mirë, duhet kishte qenë aktor, pavarësisht se në ato fillimet e veta ndoshta ka dashur të jetë aktor, se me njerëz të tillë shoqëruar, po si aktor është i mrekullueshëm zoti Rama, po në realitet është një nga armiqtë e agjendës shqiptare.